Procesi gjyqësor i gjykatës së krimeve të rënda kundër trafikantit shqiptar të drogës, Franz Gergely, alias Franz Copja, 33 vjeç, që po zhvillohej në Bruksel, është pezulluar. Arsyeja e ndërprerjes nuk lidhet me kërkesa procedurale apo përjashtimin e gjyqtares, por me praninë e morrave të shtratit në sallën e gjyqit. Çështja ka të bëjë me vrasjen brutale të Ardit Spahiut, e kryer në mes të ditës më 27 nëntor 2021 në një rrugë të Brukselit. Sipas Prokurorisë Federale, bëhet fjalë për një larje hesapesh mes dy klaneve mafioze, ndërsa 7 persona po gjykohen në godinën Justicia, ish ndërtesat e NATO-s në Evere. Të hënën në mëngjes, një antar i jurisë vuri re se një morr shtrati i ishte ngjitur në krah. Pas pushimit të drekës, kryetarja e trupit gjykues vendosi pezullimin e seancës me qëllim marrjen e masave të nevojshme. Kjo situatë shkon përtej çdo kufiri, u shpreh gjykatësja Isabel de Saideler, duke theksuar problemet e vazhdueshme me të cilat përballet sistemi i drejtësisë. Nuk dua të vë në rrezik antarët e jurisë, avokatët, të pandehurit apo askënd tjetër. Gjykata u rekomandoi të gjithë personave të përfshirë që t'i lajnë rrubat në 60 gradë ose alternativisht t'i vendosin në frigorifer për dezinfektim. Zhvendosja e procesit në një sallë tjetër rezulton e pamundur. Salla e gjykatës së jurisë në Pallatin e Drejtësisë në Bruksel, në sheshin Poelart, nuk është e disponueshme, po ashtu edhe salla solemne e gjykatës së apelit. Ndërkohë, salla e jurisë në godinën gjyqësore të Niveles është e mbyllur prej një viti për shkak të gjendjes së rënduar të ndërtesës. Ndërtesa Justicia në Evere vazhdon të përdoret për zhvillimin e shumë proceseve të tjera gjyqësore.